Përshëndetje nga sofra shqiptare, për ju sot kam sjell recetën e pitës me mish të bluar dhe qep, cila përgatitet shumë thjesht, besoj se kam ju pëlqy kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen, fillimisht përgatisim harçin në një tigan të lloj që nuk nxeh, shtojmë në fillim qepët, këtu kam 3 qep mesatare, të cilat I kam bërë në blender. Duha që të bëhen emët ose në një gryse, pavarësisht se si I coptoni ju. I shtoj mbar dikon rreth 80 ml dhe në temperaturë mesatare I përgojmë qepët. Kështu përzierja duhet bëhet vazhdimisht derisa të fillojnë ta marrin një ngjyrë kafe të hapur. Kam përguar qepët e kanë marrë ngjyrën e dëshiruar. Tash ja shtojna mishin e bluar. Këtu kam 500 gram mish të bluar në zhvirqe. Dhe tash masën përsëri e përgojmë dikon për 7-8 minuta, duke e përzier vazhdimisht derisa bëhet bashkë mishi dhe qepa, derisa t'i largohet mishit ngjyra e kuqe bëhet përbimje. Kam përguar masën dikon 7-8 minuta dhe ngjyra e mishit ka ndryshuar. Tash I shtojna biber të koq, dikon një lugë gjelle duhet që të shtojmë biber të koq. Ja të ushëm, shtojna biber të zi, dikon gjysmë lugë të mesme, ose mund t'i shtoni melmeza sipas dëshirës tuaj dhe veget. Veget dhe ja shtojmë dikon një lugë e gjysmë të mesme. Ose mund t'i shtoni krep, varet se si e doni. Ja të ushëm. Tash bëjmë përzierje. E përzierje që melmeza të përhapën në përgjithë masën. Po një aromë jashtëzakonisht të mirë masa. Tash ja shtoj një gotë 200 ml me ujë, e përzi masën dhe e lëm kështu në zjarr që masa të zihet derisa të bëhet shterja e lëngut, mirë po përzierja patjetër duhet bëhet vazhdimisht. Është shterur lëngu dhe harçi I pitës është gati. Largojmë nga zjarri. Pasi mbushja është gati, përgatisim brumin. Në një inç shtojna 550 gram me miell. Shtojna një lugë të mesme me krep. Shtojna rreth 2 lugë gjelle me vaj. Vaji ndihmon në tërheqjen e brumit dhe për formimin e brumit na nevojitet ujë I bakët. Shtojmë ujë dhe punojmë brumin. Brumin direkt dhe punoj me dorë. E formoj kështu një brum mesatarisht të butë. Pra uji duhet jetë I vakët derisa ta duroj pëllëmba e dorës. Kam punu brumin, kam fitu një brum me trashësi mesatare. Tash përsëri brumin e kthejna mbuloj enën dhe brumin e lana ambient ngrohdhome që të pushoj dikon rreth 40 minuta. Brumi ka pushu mjaftueshëm, e largoj nga ena, kaloj në tavolinë pune. Është bërë brumi shumë I mirë pasi ka pushu mjaftueshëm. Tash brumin e punojmë pak. Edhe miell sa herë që ka nevojë. Ja japim një fut lëmuar dhe ndoj në 2 pjesë të barabarta. Secilës pjesë ja jap formën e një kulaçi. Sa me lëmuar forma, aq më mirë do del pitja. Mënyrën e njëjtë ja jap dhe kulaçit tjetër formën. Mjaftueshëm është.
Gjeshja, tash morim kulaçin e parë dhe bëjmë hapjen. E hapim në një masi dikon rreth 40 cm. Edhe mirë, kështu vazhdimisht gjatë hapjes. Në këtë mënyrë i hapi të dy kuleçt në të njëjtën masi. Kam hapur të dy kuleçt në masinë e njëjtë. Tash këtu kam shkrim gjallë. Ju mund ta përgatitni me vaj, me puter, varet nga dëshira juaj se si doni t'ju përshtatni recetës. Dhe kështu mbi sipërfaqen e secilës pejë të hapur shtoj nga 2-3 lugë nga gjalpi. Dhe i përhapi kështu. Në një brush apo me dorë. Vërtet, kjo pite shkon tash gjatë kohës dimrit, është shumë e sheshme. Tash petat e hapura i lajmë që të pushojnë rreth 10 minuta. Kanë pushu mjaftueshëm petat e hapura. Tash marrim njërën nga petat dhe kështu e ndaj nga ansorët. Dikon në 10-9 pjesë varet. Prejmë kështu. Dhe në mes e prejmë kështu në formë rrethore, kurse mesin do e prejmë në 2 pjesë që të bëhet më i hollë. Tash fillojmë që të bëjmë palosjen. Marrim kështu nga një dhe vendosim njërën mbi tjetrën, gjeshim kështu me maje të gishtat, bashkojmë qoshët e petës dhe në çdo të tretën pjesë të ngjitur hedhim gjallë nga një lugë gjithë, është mjaftueshëm. Tamam do jetë i ndyra, aq. Nëse përgatitni me vaj, pak më vështirë, brumi shkon. Kështu, gjalpi pak ngrihet dhe më lehtë keni të bëni bashkimin e qoshëve. Shtoj tash një lugë gjelle me gjallë. Përhapim. Përsëria vendosi një pjesë të hapur. Në këtë mënyrë e radhisim gjithë petën e parë. Mirëpo, gjatë radhitjes brumin e kthejmë herë nga njëra anë, herë nga tjetra. Tash kthejmë nga ana tjetër. Në këtë mënyrë paralel do ngjiten gjithë pjesët e brumit. Tash do formoj petën e dytë. Petën e parë do e lëm në njërin skaj tavolinës punës, hedhim pak mirë dhe e lajm. Kështu do pushoj derisa të bëjmë prerjen e petës së dytë dhe radhitjen. Pra e prejmë në mënyrë të njëjtë, në 11 pjesë, mesin në 2. Tash marr petën e parë, petën e dytë e lëm tek vendi ku ish peta e parë. Hedhi pak njëm tavolinë punës dhe hapi kështu në masi të tepsinjes. Mundruhem kështu nga qoshët më shumë përqendrohem. Edhe nga ana tjetër. Dhe nga ana tjetër përqendrohem nga qoshë. Tepsinjen e kam lyer me gjalp të ngrirë, tepsia është me numër 40. Petën e hapur e vendosi në tepsi dhe munduhem kështu qoshët t'ja bëj nga rrafët e tepsisë që t'ja formoj rrethin. Këtë mënyrë veproj nga gjitha
Kam vendosur petën e parë në tepsi. Kështu, qoshet e petës i kam vendosur në karrotën e tepsisë. Tash e kaloj në bushje. Bushjen mundohem që të hapi në përgjith petën e parë në trashësi të lehtë. Tash i hedhim vaj pak, nuk do i hedhim gjallë, sepse pasi është me misht e bluar do bëhet më e rëndë. Kalojmë petën e dytë. Petën e dytë e vendosim mbi harç. Marrim qoshet e petës së dytë dhe kështu me majë gishtash i bashkoj me qoshet e petës së parë. I shtypim kështu. Nga gjitha anët në këtë mënyrë veprojmë. Shkon koha e ftoftë, shkojnë shumë gatimet, sidomos pitja me mish shkon më shumë se të gjitha. Se për përsëri i hedhin pak vaj. Marrim një lugë vogël dhe me bishtin e lugës ja formoj pitës rrethë. Dhe pitja është gati për pjekje, e pjekim në furrë të parangrohur 250 gradë. Në fillim do e pjeki për 5 minuta në 250 gradë dhe më pas do e uli temperaturën në 200 gradë për 20 minuta tjera. E kam largu nga furra, ka një aromë shumë të mirë. Tash shprishim pjesën e sipërme. Sipërja hedhim pak ujë. E lojmë që të ftohet dhe është gati për konsumim. Dhe pitja është gati për konsumim. Ta ndajmë një pjesë dhe ta shihni se si ka dalë. Ka dalë vërtet shumë e mirë. Pra pjesa e jashtme është krokante, kurse në brendësi është e butë. Ja dhe si duket brendësia, besoj si u ka pëlqyer motra dashura mënyra se si përgatis. Unë pite me mish të bluar, gjithë ju që e përgatisni në këtë mënyrë ju bëft mirë, mirëmbëjtje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.